Përshëndetje, mirë se vini në podcastin Nga Zero, podcast që si për qëllim ka informimin e gjeneratave të reja për rrugtimet e musafirëve të përzgjedhur, të cilët rrëfejnë rrugtimet e tyre profesionale dhe jetësore, duke treguar se si ja kanë dalë të keni sukses jashtëzakonshëm. Sot kam kënaqësinë ta kem një musafir, i cili është një njeri shumë i respektuar, cilin e kemi po shpesh, por jo në kuadër të asaj që çka faktikisht bën. Do të na tregojnë për shumë gjona, për një rrugtim mjaft interesant, kështu që po e prezantoj me kënaqësi musafir sot dhe me kem Brahim Thoqin. Mirë se vjen Brahim. Mirë se ju gjej, në një ambient krejtësisht veçantë, ku jemi këtu në shtëpinë e kulturës në Suarek. Du më të thonë komplimentet më të mira për emisionin e juj, këtë rast në podcastin e juj, se cili për nesh fillojmë nga zero, diçka një jetë. E vërtet. A je mirë? Mirë. Si po kalon? Mirë. Qysh po ecë punën? Me shumë angazhime, pas një rrugtimit gjatë, duket që fazat e jetës kalojnë nga një rrugtim në një rrugtim tjetër. Nga zeroja i vjen edhe kur martohesh, kur ban fëmijë bjen prapë nga zero. Po sigurisht natyra e këtij emisioni është që të flasim sigurisht nga zero të profesioneve dhe nga ato që përfaqësojnë. Mirë. Për audiencën, po kam dëshirë një prezantim të shkurt, kush është Brahim Thoqi, më na tregu pak një histori të shkurt për një shkollimi si ke fillu, mandej edhe të pjesa e profesionit, edhe shumë gjona tjera. Vi nga fshati Sallagrasht, e them me shumë krenari, një fshat i bukur, një fshat ku gjithë kemi kalu një femëri, ata që banojmë atje, kemi kalu një femëri të jashtëzakonshme, ku jemi eduku nga familjet tona, e pastaj kemi vazhduar edhe me shkollime tjera. Shkollën fillore e kom mbaru sigurisht në fshatin Sallagrasht, mandej kom shkollën e mesme gjimnazin Jetari në Suarek, e mandej kom vazhdu një cikël studimesh. Kom studiu për drejtësi, duke qenë jo edhe aq student i mirë i drejtësisë. E kuptova dikur më vonë që nuk është drejtimi jam i duhur. Kjo është ndoshta një referencë e mirë për gjithë të rinjt, që nuk do thotë që nëse i nis disa studime, nuk do thotë që përfundon edhe me ato. Unë e përfundova atë cikël të interesimit dhe të studimeve për drejtësinë, po me një fazë shumë të rëndësishme, dua të ndaj me ju një përvojë interesante. Krahas studimeve të mia për drejtësi, unë kryeva shkollimin edhe për instruktor të komunikacionit rrugor, nga se familja ime ishte bartse një biznesit të një autoshkolle. Po duke qenë se prindët e mi vinin nga drejtimet ndryshme të shkollimit, babaja im është pedagog me profesion, ndërsa nona ime ndjerë tashme, atë ku më tregoj me një fazë shumë të rëndësishme të jetës, unë e pata kuptu që nona kishte studiu vetëm për gjuhë dhe letërsi shqipe, mirë po më tha që e kishte pas në atë kohë të viteve 70-80, kishte qenë një drejtim kulturologji. Edhe duke qenë se aja e kupton të gjatë jetës si fëmijë se çka kom dashur dhe çka kom përjetu, muzoj me studiu për komunikim masiv edhe gazetari. Para se me dalë, më falë të kjo, që e përmende pjesën e studimeve të juridiku, ka qenë përzgjedhje e familjes me shku, apo e ke përzgjedh ti? Se tregove që ke pas vështirësi shumë. Ëndrat i kom pas shumë të mëdhaja. Edhe duke qenë shkollë të mesme, natyrisht për indikimeve të profesorëve, për ilantëve që të pëlqejnë, mu ka pëlqy gjuha shqipe, jam kanë më shumë i paraprim për drejtimet gjuhësore. Kishte një tendencë edhe të profesorëve të mi atëherë pse mos me studiu edhe mjekësinë. Zakonisht ndodh kjo tek ne që familjet dojnë me ndiku të fëmijët e tyne me qenë bartësi profesioneve të forta, po thamë kështu. Tradicionale. Tradicionale, me qenë avokat, me qenë mjek, pa dasht me dalë të një diçka tjetër, sepse se cili profesion jetë është i rëndësishëm. Mirë po unë e kuptova që unë s'jam për ato profesione. Edhe me një moment,
baba jam të arë për një shkolle të fuqishme, të një ndikimi që i bante 18 vjetë drejtosh për studime, do të me studiu, me lexu ka 10 orë në ditë, 15 orë në ditë. Mirë po, kom pas edhe një edukat tjetër, e cila konsiderohet si edukim ma i butë, ku për shembull nëse e kum lexuar në një libër, të cilit do autor të huaj ose shqiptar, baba jam insistonte që atë libër do të me ditë sakt autorin, vitin, formën përshkruese e tij, krejt detaj. Ndërkohë që nana jam më pat eduku me një formë tjetër. Me analizu gjendjen shpirtërore të atij shkrimtari. Pse e ka shkruar, edhe cila është tema e tij përzgjedhëse. Po du me thonë që gjatë si fëmijë kur qoftë edhe motra e vllau që kanë drejtime tjera, dhe motra është për muzika, përfundu studimet e vllau andej për produksion. Ne kemi pas një debatash për gjithmonë në familje, sa do të me thonë vjeshen përmend, sa do të me thonë me emocione krejt. U bartë ke herë me një situatë, herë me këni, po erdha me një drejtim ku e gjeta dikur vetën ma shumë në studimin tem, edhe për cilën ja ku më kushtu kogja një fazë të rëndësishme të jetës. Te komunikimi masiv. Te komunikimi masiv. Pas ka qenë nona e ndjera që përpomene, cila pak ka shumë ta ka ditë edhe talentin, edhe të ka orientu. Qysh ka qenë për periudhë kur ke fillu pjesën e studimeve, se ka qenë i drejtimi i ri, po. Edhe jashtëzakonshëm. Me ju thonë drejtën, pak e kisha idenë, unë e kuptova komunikimin masiv që do të thotë është me qenë moderator, ose gazetar. Shumica e gazetarëve të rinj kur e fillojnë studimet është ideja që e shohin si ëndër është me dalë e me i dhënë lajmet. Dhe kur i fillova ato studime, pjesa tjetër e familjes thanë shumë mirë pasku me të pa në lajme me i dhënë lajme. Po dikur gjatë studime më tregoi nona em që aty kemi mësu momentet e jashtëzakonshme të publikut, kemi mësu shka është skena, tek ma vonë e kuptova shka diksioni, ma vonë e kuptova qysh ndahen fjalimet në komemorative, fjalimet ushtarake, fjalimet e liderve dhe krejt këto. Kur shkova në studime atje, i takova profesorët e mi të respektu, shumë prej ty dhe Hasan Saliu, Raman Paqarrizi, mos i përmend me emra, du me i nda 2 momente cilë të ma kriju në rrugtimin tem prej zerës dikur ma vonë. Raman Paqarrizi më tha, kemi qenë 2 edhe një kolegë tjetër, tha shumë e mirë, tha, ku ma profesionist ishte ai kolegu ku shkruan të për gramatik, për pjesën gjosore, nësa për pjesën e imaginatës, sa me mujt i kombinoj që të dyja, tha del gjithmonë një përmbajtje e mirë. Pa të uzu profesori edhe më tha që ti duhesh diçka ma shumë se gazetari. Tha, pse mos më u marti edhe me politikë. Okej, e morë. Gjatë studimeve, ta ka thonë këtë këshill. Mirë, po me një moment, një profesor tjetër, Adi Krasa, e njohin gjithë si moderator të famshëm edhe krejt këto, më tha, përmend dhe kështu, tha që ti dush më u marrë, tha me PR. Me ja thonë drejtën i dinë se kisha shka PR-i. Me ardhe nati me i thonë që nuk pe di shkaja punë PR-it, për kundrazi që ai veç ligjerante aty për marrëdhënie të përparuara publike, edhe për avancimin e krejt profesional se si shkon kja gjatë thirë rrugtimi. Tha që mund të bëhesh një gazetar, mund të jesh edhe i suksesshëm, po ti tha ke lindë për PR. Tek ma vonë, hulumtova, studiova, bashkarisht, jam konsultu edhe sot konsultuo me profesorët e mi, se si shkon rrugtimi i avancimit të paraqitjes publike në këtë rast. Ka qenë shumë betejë e rëndë për mu, sepse edhe në Suarik, edhe ma vonë. Mirë që i përmende këta 2 mësimdhanë, cilë po i njohemi përsëri se gjithë audienca. Do të më kërku shumë falje, se cili për nesh e ka një rrugtim të njerëzve cilët e kanë eduku dhe e kanë mësu. Po ja vlen me cek që e kanë polla ata që mundesh me bënë diçka për te një gazetari nëse kornizët normale me te kalu pak edhe profesionin. Si ka qenë pjesa mas studimeve, me çka e angazhu, me çka e marr pjesave që kur e ke përfundu pjesën e shkollimit universitar? Para se me studiu për komunikim masiv, unë jam angazhu një periudhë gjatë në Radio Val.
Aty ka qenë Puna parë ka qenë Radio Vala. Puna parë ka qenë në Radio Val. Ka qenë një angazhim, unë i kom kryo dhe pjesë praktike në mediumet rëndësishme në Prishtinë, tasaj kohë. Tash, kur po flasëm sigurisht për gjeneratën e re, është një rrëfim interesant se sot është avancu teknologjia. Po, Radio Vala ma ka kriju një dashni që s'përfundon as sot. Unë kom shku na për shumë skena në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, ku nga mrapa i kom pa se si funksionojnë, duke qenë edhe prodhos edhe i shumë dokumentarëve të ndryshëm për dëshmorët e për temat e ndryshme. Po radioja ta jep një dashni tjetër. Imagjinoni, unë e ti kur tashmë jemi pjesë e një emisioni, këtu ka ndryqim, këta ka kamera profesionale krejt. Atë botë kishim një pjesë teknike shumë të avancume, po aja shka funksionoj e ti kishe vesh mikrofonin, edhe mi avë të regu kretë në gjarjet me folë, pa u pa. Dhe thonë, fuqia ekzekutive, transmitimit të emocioneve dhe të musafirve, u konë mi u të regu dëgjuzës se si funksionan aja. Mandej radioja ma krija idin, duke qenë edhe me ndikimin e nanës të imet njerë, që duhet me studiu me pa tjetër këtë punë. E ke po që po të flenë, si profesion, edhe që mund është me Unë jam shumë falenderos në atë kohë të kolegëve që i kemi pas Shpejtim Drejca, i Burhanci, i Diua, Flamur Suka, e shumë tjerë, kërkoj falen nëse ndonjërin po e harroj, po ka qenë një botë jashtëzakonshme edukimit tem, para se me fillu me studiu për këtë. Ka një... Para se me shku në fakultet, e ke bon këtë përvoj. Për komunikimin masiv. Meriton ka një element shumë të rëndësishëm që na duhet me sqaru. Po e jap mendimin personal në këtë rast. Kur i bojmë na 18 vjetë, secili prej nesh që përfundojmë shkollën e mesme, ndoshta nevoja për me qenë edhe familja të jep një edukim momental, domosdoshëm për një herë shumë me shku në studime. Edhe me një herë me studiu diçka, me marrë rrogën, si të studion, me u feju, me u martu edhe ti përfundon si 25 vjeçar, ku ti s'ki mjete financiare, ndërku ti je krye familjare një familje tonë të vogël që po e vazhdon. Kjo vis-a-vis ka ndodhur që familjet me pas një nevojë të domosdoshme gjatë jetës, se nevoja për me pas ngritjen ekonomike, po e shpjegoj këtë botë edhe më herët. Mund të ketë edhe tash elemente. To që po e tham e kanë secili të domosdoshme. Mirë, po unë mendoj që këshillën që kam ia dhënë fëmijëve të mi, këshillën që ja jap edhe shumë të rinjve është që krahasimisht është mirë që edhe me studiu dhe me punu. Se e ki edhe të ardhun edhe mendimi jam që nuk është e domosdoshme me patjetër me kry studimet në afat rekord. Studimet e kanë kuptimin me mësu profesionin se shka kime dhënë ti rezultatin të një jetë. Krahasimisht nuk menoj që me patjetër je i sukseshëm vetëm nëse i ki notat e larta, ose e kryen me afat. Pa krahasu me ato që ka shumë njerëz sukseshëm që i kanë bërë edhe këto. Pajtohem plotësisht, në ato e po me plot vizita që kemi realizu në për plot shtete, nuk është imperativ i kohës me fillu studimet me njerë mas shkollës mes, me bojnë edhe një përvoj të punës mas pare, edhe mandej shkojnë të avancu, edhe në profesion, edhe pjekën edhe në aspektin e profesionit. Kështu që edhe këtu fatmirësisht kanë fillu, në shkollën ku punoj, sidomos të shkollat profesionale, në zancë që është klasë 11 dhe 12 me punu, me gjeneru mjetë edhe paka shumë jenë pavarësu dhe po shkollohen. Kjo një farë kulturë që e kemi fitu, nuk është që kemi kanë generatat tona që e kemi pos vetëm studimin edhe nuk kemi marrë ashta me gjonat tjera. Du edhe një përvoj tjetër me nda shumë, nashta të ndiku prind në edukimin tem që du të me lexu të në kohën, e që mendoj që është shumë e rëndësishme, që më kam betë edhe gjatë të jetës si pasurije e rëndësishme, se kur lexon në periudhat ndryshme veprat që dikush duhet me t'i dhanë edhe me t'i eduku, më pat lind ideja me një kohë, thash po bona edhe shkrimtar. Fakte botova edhe një libër për jetën e rinore, ndërkohë kalova edhe në pjesën e botova edhe një libër për heroin ton Besim Drecaj, e bona promovimin edhe me ato, po mendova që edhe ajo rrugtim dësha edhe diçka më shumë.
Kështu që po du me ndërlidh edhe të rit, mos i gjykoni njerëzit cilët ndryshojnë qase se janë në kërkim të vërtetës së Gjetës një tyre, profesioni që ju... me gjetë një profesion që Që e dikur dojnë. do mi u flet njën. Shpeshherë edhe familja më kritikon të thëtë, a thumë moshën 50 vjeçar, shka kemi janis ma tutje me studiu ose me vepru. Mirë. Te pjesa e angazhimit profesional, një ko e ke posa një portal të respektum, Seronda Post, apo na tregon pak qysh ke fillu, qysh e ke ndërtu portalin edhe cilat kanë qenë ato targetet që i ke pas kohën kur ka qenë mjaft aktive edhe e dim edhe komunë edhe rrethit, që ka qenë mjaft i azhëruar edhe me lojme edhe me ngjarje edhe me gjitha. Merë malli edhe për atë pjesë, se thuj se gati të gjitha drejtimet e komunikim masiv edhe të gazetaris i kom provu. Duke qenë një kohë gjatë në radio, erdhen grupe të reja në radio që ishin shumë ma kreativ se unë, edhe shumë ma të ri se unë, edhe e pas që edhe tu i vazhdu studimet në komunikim masiv, dhe mësonim edhe për lajmin e shkrum, po të avancum edhe për lajmin i cili plasohet në formë elektronike. Krejtësisht ishte atëherë një drejtim i ri, duke fillu prej vitit 2013 e 2014, kishte portale dhe platformat të gazetave elektronike, që të vazhdon të Gazeta Express, atëherë ishte Telegrafi ose grupet ndryshme. Mirë po, me një moment, profesori Hasan Saliu më tha, sepse une vazhdimisht nuk është që gjatë studimeve i kum pas kushtet e mira meritën. Okay. Ka ndodhë që unë Prishtinë kum shku vetëm atëherë me 4 euro. Sa për bilet? 2 euro me autobus, me shku deri atje, ki shku të në fakultet edhe 2 euro për me u këthy. Këtë studentat që ka janë të komunës tonë të edhe të rëthinës të Prizrenit e dinë për këtë. Edhe me një moment i tash profesorit kështë. Unë s'po i kam kushtet me ardhë, me bo praktik, edhe me u punësu në RTK e kretë këtu. A i më tha kështu, kretë këto platforme, këto mediume kanë me të thirë ma dhanë, po ti nuk o që s'mun është ta dhe me kryu, tha, një medium në Suarik. Qfar mediumi? Unë me në isha që kjo punë me televizione, me radio, kërkon miliona, ka dalë ta e gjona dhe vetë vetë. Të marrë këshilla shumë profesionale edhe për ti edhe për i profesorve tjerë, Ibrahim Berishës, i cilim ka eduku stilin e shkrimit, me kolegun të Muran Haxha, bashkë duke qenë edhe në Radio Val, me ndum, a e hapim një portal. Portali Seronda Post, e gjetëm një emën të përshtatshëm, na ndihmun shumë njerëz tjerë me u hap forma elektronike e tij, edhe fillim. Kujtohet si sot lajmet e para janë kanë moti sot në Suarek do të jetë 23 gradë Celsius, temperatura me ul 18 gradë Celsius. Njerëzit e pa një herë si ikonë, okej, për motin fillun me umësu. Gradualisht i tirëm edhe disa kolegë tjerë që erdhen gazetarë dhe u kriju një portali gazetarëve. E lojmet në të ko, që e keni morë, që e keni morë faqen njerëzakonisht të azhërune, cila ka qenë forma informimit ju si pjesë e portalit me lojme, cilat ka ndodhë qoftë Kosovë, qoftë në rajon? Këtu e gjetëm qelësin e suksist. Se na u ledhëm direkt me qytetarë. Ata fillun me besu që duke na i dërgu njeve informata mbetet si burim i pas volum, si pas regullave dhe standardeve, sepse burimet nuk duhen t'jenë të identifikushme, ne fillum me u marrë me temat lokale. Sepse profesorët atëherë më thanë që janë një 20 gazetarë që janë të shku me marrë vox pope, me ndimet qytetarëve që janë vetë sheshin Nën Tereza në Prishtinë, ndërkohë tha që janë pothuajse të rësume se shka ndodhën Prizren, Suarek, Malishej dhe Pej, tha duhet me u marrë veç me lajmin lokal. Dhe na fillu me u marrë me tema që janë vetëm lajme të lokal. Normal një ballafaqim i fortë, sepse njerëzit s'ishin mësu me u marrë dikush me ato tema direkt, me këtë formën e shkrume, nga shkoj këtu zhvillu edhe teknologjia, edhe njerëzit kishin telefona Android zhvillum her pasire me këto, dhe na pikrisht e erdhëm të ky element. Gazetat e shkrume, fillu në Turan, numri tënve, rrjedhëmisht që sot, tuj se nësa kam informacione, nuk ka dhe të shtypuna, a njerëzit pa ishin shumë pyetje. Ku po merë pare ti, shka po ban ti, shka është kje, na e kishim të regjistrum si biznes, po dorën zemër.
mjetet financiare, jo lodh, po të merë. Krejt që ka kishëm pasoninë e vetë, me na kishëm vullnetin e madhë, edhe na u kriju një farë dëshire e madhe me u marrë me këtë punë, se njerëzit na inkurajojshin. Pse po mirësh me këtë temë, merru me atë jem dorën sa më kryeshin edhe disa probleme të vogla. Pse po shkruan kështu për pushtetin, pse po bën valla. Në fakt na shushëm drejt identifikimit zgjedhjeve atënve. Gjatë këtij rrugtimi dikun gabojshmi, dikun u përmisojshmi, po u kon periudhë shumë e mirë se filloi një metodë tjetër i informimit publik përmes një portali. Njerëzit e diçin kohë reale ku ndodh një aksident, hulumtimi i një opinioni publik, ka pas reportazhe të mira, ka pas intervista të mira, besadorën zemër njerëzit filluan me shkru edhe opinionet tek ne, u zhvilluan shumë intervista, edhe filloi gradualisht e kja. Normal, koha evoloi, Kurani shkoi në Prishtinë, unë mora një drejtim tjetër, gazetar tjerë të u shpërndon Albiona Hajdari, Valmir Gollopini, Goja Arti Jashari, shumë tjerë, morën drejtime tjera edhe po shpresoj që nuk pihin hak në ku që s'ja kom përmend. Po du më ndalë pak te kjo pjesë, të ditë edhe rëndësinë që ka pas edhe informimin, edhe lojmet jashtëzakonisht bombastike që kanë dalë në atë kohë në aspektin politik me një farë forme ke qenë një farë lloj opozite, qysh ndodhe që prej një portali qaq të zgjormshëm, qaq të fuqishëm me informu qytetarë për çka do që ndodhke, me një kohë u shu. Në momentin që u angazhova në politik me një farë forme si u mbyll goja e portalit, qysh ndodhe që kjo pak më na tregu se është një opinion i njerëzve që në momentin që Ibrahimi u kyç në institucione me një farë forme u ndal edhe veprimtaria. Cili është opinioni juaj, se ka plot njerëz që më kanë pyet për këtë. Ndoshta njerëzit mund ta krijojnë edhe një opinion tillë që me momentin kur unë e lash gazetarinë edhe u bona këshilltari i kryetarit Balimar Remaj, edhe avancova tani pikërisht aty PR-in, ishte një periudhë ato që më kishin paralajmëruar edhe profesorët e mi. Më thanë që gjithmonë nuk shkoni drejtim deri në vdekje, po gjatë rrugës keni me bë edhe kapërcime të profesioneve, nëpër mediumet ndryshme. Pa ajo që është e rëndësishme është që ti me kanë real edhe i vërtet përballë publikut. Urani para meje e morë një ofertë më shku me punu në Radio Dukaçi. Mandej kaloj në kohën ditore, edhe nëpër mediumet ndryshme. Ndërkohë që edhe kolegë tjerë gazetar fillun me marë oferta tjera nëpër emisionet. Në vitin 2018, erdhi një moment ku Rënda Posti kishte disa, jo me thonë është ta probleme, vështërsi, cëllët u dashke shumë financa, publiku lypke shumë informacione, ndërkohë që mbështetjen financiare se kishëm për jaskujt. Shumë pak, muj me thonë, është marrë me thonë që ka pas biznes që më ka unë pjavë japë 30 euro. Ose 50 euro. S'po du me emra me imi ato. Ne ishim shumë falenderos, po tash është qesharake. Është pa mundshme me funksionu me atë buxhet. Shëqyrë Zotit po tham, kemi punu edhe në drejtime tjera, po është e pa mundshme me funksionu me ato. Ndërkohë që mu më vjen një ofertë, shumë serioze edhe përballë se edhe sfiduse e madhe, atë kohë i fitoj zgjedhjet Balimar Remaj. Edhe më tha kështu. Kërkoj tha prej teje me qenë ta këshilltarja. Unë tha kam shumë nevojë tha me u mësu, sidomos në pjesën tjetër të publikut, me qenë tani imazh tjetër edhe për Suarikën edhe për krejt tjetër. Ka qenë ballafaqim i madh sepse unë për ime jam kon person kritik. Edhe i pushtetit edhe po kalojsha pej një fronti me një front tjetër. Para se me vazhdu, më falë, te kjo pjesë. Do me thonë, ndalja aktivitetit Rënda Post lidhet pak ma shumë vështërsitë që e keni pas për me funksionu, se sa që ta kam mbyllgojë me një farforme kryetari dhe s'ke pas që ka me kritiku. Qysh e sjarën që të pjesë pak se metëm nështë ta bërgjë pa elaboru. Tjetër që dhe ta zgjidhe edhe, se po e kuptoj edhe insistimin tënë, se seriozisht edhe është pjesë që intereson edhe publikut. Po ta shtin këtë rast je moderator, kur del të pjesa e skenës mbrava, kur je kamerman, kjo nuk është pozitë e njëjtë. Edhe normal që ti s'munësh kamermanit si mundësot me fol, po i mundësot me gjiru. Ty të mundësot me fol, po s'mundësot me gjiru.
gati krahasimisht. Po tash po du me dalë te. Na shkum në drejtime tjera u avancuan gjithë gazetarë. Ndërkohë që për gazetarë s'ishte fort e favorshme me nejtë këtu në Suari. Me mu lidhet direkt, po unë kam thonë të vërtetën. Para se me kalu të Balima Remajt, si këshilltari i tij, unë ju kum drejtu opinionit publik me një shkrim, për cilën e lexoj shpeshherë, a është dash me shkru kështu apo ashtu. Po unë kum thonë të vërtetën. Nga sot e tutje, për një periudhë sa do t'jem këshilltari i Balima Remajt, profesionalisht do t'jem i drejtu me një anë tjetër politike. Ndërkohë që këtu e pezulloj punën teme si gazetar. Okay. Ka qenë goxha e vështirë për mu, se të studiu për një kohë më këpjet, po edhe këtu e kum pas inkurajimin e profesorëve të mi, që mund është me dhonë kontribut profesional edhe për atë pjesë. Edhe aty tani është krejtësisht një epokë tjetër e PR-it. Unë e qëndrimet e mia, që i kum pas edhe atëherë, nuk i ndryshoj. Kum bë mirë që kum kalu në këtë pjesë. Ka kolegë mi që më thëmë ki ba shumë keq se kësha dhanë ma shumë si gazetar. Ndërkohë që ka qenë një pak tjetër, edhe një betej tjetër, edhe një përvoj e jemja nga një zero tjetër. E këtu bu du mund dollë pak, veç e përmend dhe angazhimin edhe ftesën që ta ka bon kryetari aktual, Balima Remajt, si ka qenë ky fillimi për ty këshilltar me një zyret një kryetarit, një zero që e përmend edhe ti, edhe tu e ditë sa e rëndësishëm është edhe ka qenë edhe në atë kohë PR, edhe mënyra që ti e ke prezentu ato para publikut, para popullatës tonë, edhe me një farforme, qysh ja ke fillu që sa i pune, qysh ju ke qasë, që ja ke morë për bazë që me kriju një farloj profili për cilin ke lavdata jo veç në komunë tonë, po edhe ma gjerë për vesej. Me jo thotë drejtit një kum pas shumë net pa gjë. Çka ndërtoj unë tash e tutje. Kur erdha në institucion komunal, përvoja ime në institucione ishte shumë e vogël, pak. Në komunë ose në qeveri ose në institucione tjera kisha shku me kamerë me mikrofon. Ndërkohë që aty ishte ana tjetër e medaljes. Hyna brenda e pash administrate rregullt, takime të rregullta. Pa aty kishke nevojë, sipas meje, për një marketing tjetër, për një paraqitje publike tjetër. Edhe një mend ishte pejzarus. Nuk muj me thonë që e kum pas disa këshilla, lexime aty këto, qësha do përvojat ndryshme shka ndodhë në Londër, shka ndodhë në Amerikë, në Gjermani, në Shqipëri, qësh funksionon kjo punë. Edhe një mend jo përkushtova kësaj punë shumë. Pa e mohu në formë të jashtëzakonshme. Një këshill që jap të rive, është shumë e rëndësishme. Komunikoni me profesorët e juaj, me edukues të juaj gjatë shkollimeve ose dikush që e njeh atë dimension të profesionit vazhdimisht. Unë komunikoj ende me ta. Edhe në fazat e mia kritike se çush duhet me u shfaq kjo, vazhdimisht konsultohem edhe prej tyne. Shkova në zyre, dhe e pash që kryetari Balima Remajt pej masës nifej si punëtor, ashtu që shnifet edhe sot. E vërtet. E pash që publiku duhet me pa aktivitetin e tij që e ka shumë të madh edhe energjinë e tij që e plason na për punët e tij. Ka qenë viti 2018. Edhe ndodh një gjë shumë interesante. Unë dikun me 15 gusht, nëse moj men, ose 16 gusht, viti 2018 e mrona si këshilltari i tij, me 18 gusht ndodhin vërshimet e mëdha në Suari, pikërisht paka shumë çato data. Edhe unë për i herë një vërshim i madh i mediave në komunë, pikërisht baza kryesore dhe më tha kryetari, ja kom gjetë çet moment, tha që unë me pas kujdes në raport me publikun se çka me u prezantu ose çka me u shfaq. Ke shumë e mirë që ke betejë e fortë. Vazhdum tani edhe me pandemia, ishte e rastet shumë të me zhvillimi shumë projekteve kretë këto. Fotografinë e parë, me qizme. Po du mund dollë të kjo fotografia me qizme se ka bon buj, të jashtëzakonshme në këtë mediat, edhe kanë ardhur plot televizion edhe kanë dëgjuar rrëfimin e kryetarit. Cila ka qenë ideja për me bon bashkë me qizme, domthon me pasqyru punëtorin apo
edhe pak aspektin mediatik më ju tregu njerëz, po cili ka qenë e vërteta e kësaj fotografie? I ka mos qizmet gjithë. Asun si ku më thonë në atë moment ma thi qizmet. Ngjyra e verdh ose e sari që të populli është krejtësisht momentale. Kanë qëllu dhe me thonë aty. Absolutisht. Ne jemi konë të kanali dy biçakut atër që lidhet ku tash me vërshimet. Në atë moment e pas që kryetari kërkoj një parqizme me kalu pjesën e lumit, që ishke pa mundshme me kalu për pjesën e të vërshime. Edhe unë jam këni me aparat, edhe e shon një moment ku ai po i maqis. Po, thash okej, po e fotografoj. Pe lidhi me ato. Edhe e dol fotografia në Facebook. Shumë njerëz fillun jo me përqesh, jo me komentu, jo ban. Unë e pash që qizme do të me umath në krejt vërshimet, krejt regionet edhe në krejt këto. Në fakt, unë nuk e paraqes edhe një pjesë të madhe gjatë punës që e bandë, më thënë edhe këtë. Këtë që ka ndaj është me publikën është momente që lidhen me punën e me krejt këto, po unë e kum kuptu që popullit i nevojitet një lider i cili është afër tyne. Edhe nuk duhet me pas kësi lloj kompleksesh se qysh vishesh e qysh dokësh, po është e rëndësishme sa punon edhe si punon. Edhe çka ban. Se ti e merr një përgjegjësi publike. Kemi pas rezultate të mira. Ka ardhur viti 2021. Para se me dal te pjesa e kësaj. Apo mendon që kjo pjesa e këtij llojit PR-it ose këtij llojit paraqitjes ka ndiku pozitivisht për me kriju një imazh hala më të mirë të opinioni edhe të njerëz që hala e mbështesin, apo pak a shumë e keni shfrytzu vetëm për marketing, apo ka pas për një men, një farloj rritje të besimit njerëzve të këtë, që ke po ti qëtë pjesë? Reklame marketing ka dhe opozita, Çdo kun. Si cili njeri. Dorën zemër na dhe sundalim në qytet pa pasërt. Krijojmë një lloj marketingu dhe qysh paraqitmi si të edukum, të sjellshëm ose të pasjellshëm. Këtë kjo është marketing. Këtë kjo është reklama, këtë kjo është paraqitje. Nuk më takon mund do të me fol dikush tjetër në formë profesionale se çfarë punë është bën këtë rast tek unë edhe tek ekipi jam që në këtë rast në këtë emision të ju po e ndaj si përvojë jetësore edhe profesionale, po është paraqit puna, unë mendoj që ka tregu sukses, se suksesi u pa në vitin edhe 2021, u pa edhe në vitin tash sfumbi ku u fitun edhe këto zgjedhje. Gjatë tonë kohës jam kujdes me i dhanë këshilla profesionale. Se do të me qenë shumë i kujdesshëm në raport me publikun. Publiku është një mac i jashtëzakonshëm. Duartrokitjet e publikut nuk vinë, ose mbështetja për i publikut nuk vinë pa qëllimshëm. Vinë momentin e saktë. Këtë sendet spjegohen, vetëm të shpirti publikut është nuk menaxhohet, ose nuk keq menaxhohet. Ai vjen ose nuk vjen. Vjen natyrshëm këtë. Vjen natyrshëm. Ne jemi në një skenë publiku këtu. E kemi edhe një sallë këtu të shtëpisë kulturës. Ti ose je i suksesshëm ose si je i suksesshëm. Madje edhe duartrokitjet në formën e përgjithësimit kështu janë shumë interesante. Ka pak duartrokitje ose ka shumë duartrokitje. E kur duartrokitja mbështetet edhe me ovacione, me thirrje, është kulmi i suksesit. Okay. Jo vetëm këtë rast që është paraqitje reale që e përmenda me shembullin aktual, po duartrokitjet për një politikan është fushata e rregullt. E ovacionet edhe duartrokitjet e mëdha është kur ti me një ditë zgjedhore e fiton pushtetin. Para se me dol pak te dita zgjedhore, na dim që kryetari për çka do që ka pas nevojë popullata, qoftë në vërshime, qoftë në borë, qoftë te zjarret, ka qenë aty edhe vetë fizikisht i pranishëm, apo mendon që duhet do e mos me qenë kryetari aty, apo ka mujt me angazhu edhe oponentët cilët janë thirrur për këtë punë, apo duhet me gjithato edhe ai fizikisht me qenë pjesë e krejt ngjarjeve dhe me qenë afër qytetarit edhe fizikisht. Që kanë përkthy qytetarët këtë afërsi. Unë mendoj që e kanë respektu qytetarët. Edhe u pa për i komende, po kjo nuk do të thotë mundet me pas edhe dikush një opinion tjetër. Po tu lidhën në profesionalisht. Një gazetar, kur është një situatë kritike të zjarreve, ose të vërshimeve, ose të borës madhe, ai çka bën e lyp një institucion.
Edhe dorë në zemër, na e mësojmë edhe në komunikim, do të mi thirrë për institucionet përgjithëse, po, nëse niveli i zjarrit është aq i madh, shukon këtu në komunën e Suarigës, ti e thret kryetarin e komunës, besa e thret edhe kryeministrin, edhe ministrin, edhe në atë rast. Po unë e menoj që do të me u konë edhe burim për shpirtënor kjo punë. A mundesh me nejtë i rahat nëse shtëpia e kujshis po diqët? Ti del, çka ban e mbështet? Ti si profesionist, si e zjarr fiks, çka ban me këta? Kryetari Bali Muharrema i vjen pikërisht me fushës tij të Emergjenca, po. Edhe vjen për një shkollimi ushtarak, edhe i njeh këto fusha, edhe ka pas përfaqësim institucional me këtë punë. Kur e kemi bisedu bashk, unë e ku marrë një mendim për ti në njerë. E ku më thonë kryetar në këtë rast, a duhet më konë pa tjetër komandanti i policisë ose kryetari i komunës ati? Mundësisht, tha, duhet më konë shumë i pranë, shumë për i profesionit ti, njerë fillova me analizu, se tha, kur gjo më zboft, ju jep motiv. E jep motiv zjarr fiksit, e shet qytetarin për afër, edhe... E ndini vetin edhe pak sigurt. Me të rokë, tymi, pluhni, zhylli, tham kështu popullor që aty të veni në gjare se e përjeton, ma nëshë është për i zyrës. Për zyrës, e vërtet. Unë shka kum bëha, unë e kum plasu të vërtetën që shtu që shka ndodhë. Që shka ndodhë. Unë nuk mundet më thonë askush, në shumicën e paraqitjeve publike, kryetari hin live, platformat e ti. E ma të vërtet se live. Se live s'ka. Unë nuk e di. Po pse po qëllojmë gjithë që aty? Po se po në thirrin qytetarët. Ska situatë emergjente na ku nuk jemi kanë prezent aty. Muj me numru në gishta për 8-9 vite, ku kryetari su kanë prezent. Po bashkë me to konë drejtori i shërbimeve publike, bashkë me to konë komandanti i zjarr fiksve, e i policisë. Tash na nuk kemi fajmë që ata u dashtë me zhvillu. Çtu është ky thelbi. Unë mendoj që duhet me u zhvillu me PR edhe njësia e zjarr fiksve. Edhe policia e Kosovës, edhe krejt. Çka ban këto? Me këto edukojmë, një paraqitje e mirë, japëm një edukim publiku që s'ban me bo piromani ose gjërat tjera të ndryshme. Mirë. Tu e ditë angazhimin edhe thjeshtësinë e kryetarit, po besoj që këto dy faktorë kanë qenë që është ka që popularizuar edhe e njohin, po thuj se gjitha komunat edhe respektojnë për kontributin e tij dhe për punën që e ka dhënë. Kështu që një lloj të fajit aty e ki edhe ti më do e mos. Mos e përmend zgjedhjet, po duhet më ndal pak çysh është një ditë e zgjedhjeve për një kryetar të komunës. Cilat janë aktivitetet kryesore që i bën ai, se dihet që është me ligj është hersje zgjedhore, domethënë çka bën ai gjatë kësaj dite, çysh janë. Po mendon për ditën e votimit. Ditën e votimit, po, çysh cilat janë aktivitetet që ka drejt një kryetar me i bën. Në atë rast ai rrjedhimisht është kandidat për patjetër. Po te secili rast, duke qenë edhe kandidat për kryetar komune, po edhe kryetar komune derisa me pa rezultatin që do të jetë ai apo dikush tjetër, në këto raste duhet me qenë, tash po flas profesionalisht, shumë i kujdesshëm se çfarë mesazhe jep në publik. Ka një paraqitje shumë të rregullt dhe të mirë gjithandej na për komunat e Kosovës, ku kryetarët e komunave në atë rast ose kandidat japin mesazhe për dalje në zgjedhje ose për krejt këtu. Tash ka ardhur një formë tjetër e edukimit, ta kemi pas zgjedhje edhe në pandemi, kemi pas shumë numër zgjedhje, vetëm vitin e kaluar 4 parë zgjedhje u planën për një vit që ka qenë një ngarkesë e jashtëzakonshme. Edhe mendoj një shpenzim i panevojshëm, pa ato ajo është temë tjetër, është temë politike. Do të me pas një ditë shumë qetë. Sa ma afër rezultatit zgjedhor, tensioni rritet. Është më i madh. Po ka edhe një element tjetër që do të më konë shumë i kujdesshëm kur je fitus çfarë mesazhi jep. Po edhe kur je humës se çfarë mesazhi jep. Se njerëzit që të rrethojnë me qindra, aty se po du me dalë edhe të kja, sukseset e kryetarit janë një mozaik punësh. Janë aktivistat e tij politik, bashkëpunëtorët e tij politik. E vetëm një drejtim muj me qenë unë me marketingun, do të thonë këtë rast ose me PR-in. Pa aty është kogja një rol funksional se është kur del edhe çfarë mesazhi jep publik. Zakonisht aty ka duartërkitje të forta, ovacione të forta, mundësit për një eskalim të situatës. E pikrisht fjalimi për cilin konsultohet kryetarin këtë rast me mua, ose cili do kryetar komune, ose ministër, ose kryeministër, do të me pas shumë kujdes. Se ato regjistrohen.
ti je rrethu me kamera, ti je rrethu me opinion, adrenalin ka të madhe, energji ka shumë të sofistikume me këtë punë, ti dush me dhënë një mesazh. Çka jep një mesazh? Ti thu, kandidat ton opozitar janë vëllezërit edhe motrat tona. Nga sot e tutje unë jam kryetari të gjithëve, pa përjashtim. Do të punojmë bashkë me opozitën. Çka bën kja? Kja ul tensionin. Se jo vetëm këtë rastin në Kosovë, po gjithandej ka entuziazëm edhe ka tifozëri të madhe për këtë punë. E detyra e një lideri në këtë rast është që ti me u tregu i kujdesshëm edhe i kulturuar. Dy gjëra janë shumë të rëndësishme për me lidhë me këtë temë. Një lider do të me pas strategji dhe karakter. E nëse do të me pas të pa diskutush me mungesën e njënës, do të me pas karakterin e tij. Dush me e kthy në popullore këtu për me qenë më i qartë është me qenë zot shtëpia i mirë. I kujdesshëm edhe në rast kur të vinë ofendimet ose Me di qysh me menaxhu. kritikat e ashpra. Fatmirësisht tash periudhë fundit ka ra pak tensioni politik pothuajse në gjitha qytetet dhe kjo është diçka e mirë. Tu e ditë edhe angazhimin edhe për një përditshmëri të jashtëzakonshme që e ki. Ku është ai Ibrahimi vetin mas 5 vjetë, cili po mendon që ka me qenë angazhimi yt, a do të vazhdojsh apo ki plan me ndryshu diçka se e thua që gjithmonë e ki kërku ato të cilën Përderisa jam nda prej dashnisë teme shumë të madhe të gazetarisë, nuk guxoj shumë me dhënë opinione në këtë rast, se ku do t'jem unë pas 4-5 vjetë. Ato që ma thot për ditë, baba jam është me qenë profesional, me qenë i kujdesshëm në raport me njerëzit. Unë do të kujdesna meriton që kur do që të ndodha ajo periudhë, unë nuk do t'jem në këtë pozicion ku jam sot, kam qef që njerëzit me pi kafe me mu qitë, mos me kriju rrejt, unë s'mund t'jem i mirë për krejt, asë që se cili penish s'mund t'jep i mirë në këtë ras me të gjithë, po me vazhdu me karrierën profesionale. E ndroj që fazat e matejshme, kur do që e la këtë drejtime dhe këtë profesionë ose këtë punë që po e baj këta, me ju kthy pak. Është konsiderohet aja pjesa e gazetarisë me pak energji të madhe, po që konsiderohet me prodhim të kujdesshëm gazetarisë. Mendoj mi u kthy ndoshta dokumentareve, mendoj ndoshta mi u kthy kur do që të ndodha ajo edhe me naj drejtim tjetër. Në fakt s'muj me thonë të vërtetën, kam ka pak presion se shka do të me bëna ma tutje. Ka sukseset jashtëzakonshme edhe këto krejt, po është një rregull nga gazetari, thuhet kështu e se dia do të me thonë edhe në PR edhe në këto krejt, thot është profesion i mirë me lanë me kohë. Me lanë me kohë. Unë e kum lanë pak më herët. Nuk e di jam kam vetë kohë me vazhdu ndër matutje, po t'i shohim rrjedha, t'i shohim formacione tjera normal. Patjetër që po besoj që ki shumë çka me thonë, tash ke bënë një përvojë të jashtëzakonshme, kështu që po besoj që ki çka jep. Cili kishte me qenë një mesazh për gjeneratën e re, cilët nuk shohin fatkeqësisht shumë shpresë dhe mundësi këtu, cili kishte me qenë opinioni që ata ta kenë si lloj motivimi për një rrugtim të tyre profesional, qoftë në gazetari, qoftë edhe në lëmi të ndryshme. Po i drejtona aty në 17-18 vjeçarve, cilët janë me një situatë emocionale për cilët kanë nevojë shumë për këshillat e prindve, për këshillat e shoqërisë, për këshillat e njerëzve. Kur mos largoj për ëndrës t'juaj. Përballë keni në këtë emision një njeri që nuk i kum pas kur kushtet adekuate për me vazhdu një profesion. Po kum luftu për çata ëndër. Unë vetëm kum mendu për me gjetë margaritarin tem të suksesshëm. Mos mendoni që janë gjana të lehta. Kërkush nuk i ka pas gjana të lehta. Edhe një politikan që e shihni sot, e ka pas një rrugtim 20 vjeçar për me ardhur deri te çaj sukses. Ose një biznismen të suksesshëm i cili për me ardhur deri në këtë fazë ka pas një rrugtim. Kosova është vend i mirë edhe është i jashtëzakonshëm. Ditë mas dite po tregohet që përveç që s'negociohet kjo punë që vendi yt
është i mirë gjithka. Ndoshta për një periudhë shkurt kanë me tentu me e gjetë vetveten dikun tjetër, po unë mendoj që vendi për me jetu, edhe vendi për me gjetë gjithnjë ma shumë po e tregon mundësinë Kosova. Kemi përgjithësi këtë gjenerat, mos harroni. Është një gjenerat i cila e ka dhënë jetën. Një gjenerat tjetër u burgos për me qenë të li. Një gjenerat tjetër ka dhënë shumë në arsim. Një gjenerat tjetër ka dhënë shumë në ekonomi duke punu jashtë të kujdes. Për me kriju një familje të përshtatshme, të rregullt, të edukuse, edhe me vazhdu të jetën e cila është që ke familje jonë, është ven jonë, është Kosova. Unë mendoj që kemi nevojë shumë me i ndëgju të rritë. Po mendoj meriton që ma shumë pjo folim se sa po i ndëgjojmë. Okay. Vrejet edhe të fëmijët e tonë, vrejet edhe të motrat e vëllezërit tonë, edhe të shoqëria e krejt. Ti fillon me bisedu me ta se s'ban me dalë për jashtë vendit, ndërkohë që nuk po i ndëgjojmë ku i kanë ata pakënaqësitë. Sot ka nevojë shumë me u ndëgju 16 vjeçar, 17 vjeçar, deri në moshën 25 vjeçar. Na kemi nevojë edhe na me ndryshu. Nuk është që për gjithçka kemi drejt veç na. Kanë të drejtë edhe ata. Evoluimi i teknologjisë, evoluimi i jetës, nën kupton sikur që është ja e betonit. Betoni krijohet i mirë nëse ka zalltrash, zalltim, ka edhe hekur në këtë rast. Kështu që duhet me gjetë ngadalë shoqërinë. Mirë po, ajo që unë e jap për përvojës time jetësore, është që nuk ban me u dorëzu. Përgatituni për shumë kthesa në jetë, për shumë pengesa në jetë, po ma të fuqishëm e ma të fort bëheni kur ti te i kaloni ato. Sigur se në sfidat ushtarak, bash ushtarak i mirë kur ta ka përcen një trajnim të mirë. Vërtet. Faleminderit shumë, Brahim, për kohën edhe për këtë rrëfim, sinqert. Kështu që me këtë rast unë edhe po mbylli podcastin për sot, dëgjum një rrëfim sinqert të një njeriu i cili tregoi për një rrugtim jo të lehtë, të jashtëzakonshëm, por qëllimin e cilit e ka arrit me shumë sfida edhe me shumë peripeti. Kështu që miropafshim në edicionet e ardhshme.